po du me kajt një problem, sidomos me namazin e taravis. A i keni pas se sa shpejt falit në për xhamia tona? A shka pengon me konë se namazet e taravis në për xhamia tona falen qështu? Dhe thot, ka një faqe Kur'an, ose një faqe e gjys. Dhe thot, hafizit sot ma shumë, dhe thot, nuk në lexoj. Dhe thot, një faqe e gjys. Edhe falish taman, edhe pushon taman, edhe ke dal me namaz taman. E këtë halë edhe këtë dert, dhe thot, nuk mundet me bo veç hoxha, po mujna me bo na krejt si gjemat. Dhe thot, krejt si gjemat, dhe thot, mujna me bo. Po si vjetë, ko këshmi pak. Po në matë, inshallah, nëse e kina qëtë gajle e qëtë dert, bom i hala ma shumë. Po qëtërit matë, bom i hala ma shumë, e masenej bom të kismet, që edhe në për namazat e taravijës tonë, mu falë sukur shka falet jacija. Sukur shka falet jacija, dhe thot, në për vejnë tonë, ashtë taman. Ama masenej kur hina, dhe thot, me falë taravijën, unë për veti, për shemë si vjetë, shkova në rest, tepër, me ja fali taravijë, thasht ja fali, qështot që shareni, elhamdulillah, rabbil alamin, rahman, rahim, kur hina të erajt e ledhi, mu dalashit. Pse se je mësu me knu ka dalë, mase ku ta bësh shpejt e shpejt dallashitet, normal që dallashitet, e mase e thojnë hoxha spedit kas e rejt e ledhi. Nuk ka puna që nuk e din, po ashtë puna qka, që do thot duhet me umësue, mi jetue gjonat e islamit, qashtu që shika jetu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me shokët e vetë. Mos kujtoni se ato s'kan pas halle edhe derte edhe probleme. Jo, edhe ato kanë pas halle edhe derte edhe probleme, për çka kur ka dashur ta kupton ka dënherë me dallashitën, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka pasën dert. Ka pas dert për këtë din edhe i ka drejtu çati për çati. Ka pas dert edhe i ka drejtu çati për çati. Një herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tukon xhamin e vete, ka ardhur njëri ka hin xhami edhe po falet. Edhe duke u falë për shef pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka po ban, edhe tu dosh me dalë pi xhamis, pi thotë eti, hes ti këtu. Shkonaj për para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot, pa falë edhe një herë namazin se s'u ne falë bashmir. Ai apet për zditi, shkoj mu fal. Kur shkoj mu falën, apet çashtu sikur s'pari herë. Ish mësuaj çashtu shpejt turbo mu fal. Edhe kur dha selam, po dal me dal pejgamberi apet pi thot, pa hajde tek ne apet edhe një herë. Tha shko falë edhe njëherë. Japet, shko japet, më shku më falë, sa po bohët, njëherë e fali vetë. Njëherë ja përmisoj pejgamberi, që ta japet për streti. Shko u falë, apet u falë gjunohi që ashtu që shamsu më falë. Edhe kur po dalë me dalë, tha hes tek ne, tha falë edhe njëherë. Oj, dashmi Zotit. Tha unë e falë edhe 10 herë si dush, edhe 20 herë. Po kalzom, ku jam të bo dalash? E pëton që bilet falë në mirë. Pse se pejgamberit a.s. I ka ardhë marrë mi thonë në këshire se du falë mirë, po i ka thonë hajtë falë edhe njëherë që mos po përmisohet. Po kër e pa që nuk u përmisu njëherë, nuk u përmisu apet për zditi, atëherë për streti këtina ju më tek vetë, mi thonë kalzom që ishtë falëna. Qka i tha pejgamberi? Tha kur ta kënojsh elhamdulillahin, kënoj e ka dalë. Elhamdulillahi rabbil alamin. Po masën e ku ta kënojsh surën, kënoj e ka dalë. Po masën e ku qkosh në ruku, qka? Do thot bane rukujën drejt. E masën e kur të ngritësh për rukujës, tha pusho. Po masën e kur qkosh në sejdë, bane sejdën mirë. Po masën e kur të ngritësh për sejdës, apet tha pusho. Po masën e tha shkon në sejdën qetër, edhe e ban namazin krejt qështu. Dhe thot ki është një pi haditheve kryesor, qka djetarët islam kur folin për ta'dilul erkan, është një mesele, do thot në përqitapet e fikit, i thojnë të adilul erkan, qka dhe më thonë, mi adhonën hakin se cilis rukën. Ledzimit mi adhonë hakin e vetë, kijamit mi adhonë hakin e vetë, rukujës mi adhonë hakin e vetë, sejdës mi adhonë hakin e vetë, tehjatin mi adhonën hakin e vetë, që tjaj i thojnë të adilul erkan. Mezhebin tonë, qka i thojnë a mezhebe Hanefi, qka ma shumë praktikohet, do thot, në për trojet tonat Balkanit, e këtë Turkia, e gjysa Afganistanit, e kuedjun e sësa plot musliman njerëzit në dunja shka janë, kur t'i vetë shka të adilul erkan, kjo janë vajib. Vajibi qka është? Nëse e len me qëllim, namaz nuk ki. Dhe thot, nëse e len me qëllim, dhe thot nuk ki namaz. Po nëse ban puna vaki me lon pa qëllim, përmisohet me se visezde. Dhe thot, nëse ban puna vaki me lon pa qëllim, përmisohet me se visezde. Që kjo ata adilul erkanit.
Po me bomi vetë ato me zhebet qera shka ta adilur arkani, ta adilur arkani nuk ka vajgjim, po farz është. Pse? Se qashtu na ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili na ka mësu dhe ka thonë sallu kema ra'aytumuni usalli, faluni çishtu më shifni mua duke u fal. E çysha fal pejgamberi, ta adilur arkani tina, ko ka farz për musliman. Si ta dallashit namaz nuk ki. Sikur s'ka pas ki sahabi, shka ka kri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 3 herë. E i ka thonë, shko falë se si e duke u falë. E masenena kërë ka kalëzue se bepin, se pse sa të u falë, a falë shpejt. E nëse e vetin tem une, ti më laferit. Po shkabe puna e qitinve apëtan të cilët, kër e falin namazin e taravis, e falin turbo. Turbo. Bile njoni e kishë nu shtopericin a gje në Turkia, apëtan edhe kishë falin për 9 sekunda, 9 minuta e gjys. Ja kishin gjita apëtan Imam Ferrari, se këto të rritë ma mire dina, po këtën, në YouTube ati hina, po këtën, lip në Imam Ferrari e gjoni, po këtën. Pse? Se shumë shpejt. E Ferrari është një kërë shka hetë shumë shpejt, i cili kushton gjys milioni eura, s'kina pa në asje, veç kur dush me pa del në Italije për pjetë në atje shef. Pse a ka gjitemi në Imam Ferrari, dhe me ke shumë shpejt. E ki Imam Ferrari, a e ka mirë? Nuk e ka mirë. Mas një qitap, mas një mezheb. Desh tuj mezheb Hanefi, desh Hanbeli, desh Shafi, desh Shia, desh shka dush, me asni mezheb nuk e ka mirë. E kur nuk e ka mirë, na shka duhet me bo? A duhet me hesht? Apo duhet me shkuat me këshilu hoxhin, me thonë, o hoxh, na po falmi mas tije, qysht kish qef? Edhe ti na ki në qafë. Nëse ti e ki qilue, na e kina qilue me tyje. Po nëse ti nuk e ki qilue, atëherë do thot që ato se vape shka nas kina mujt me arrit për shka këtonin, kina me t'i lip për para Allahut kër dalmi në ditën e gjikimit. O vlezën, emru bil marufi, me urnu dikan pun të mira, me ndalu pi punve të këshia, dhe thot varët piketve neve. A i keni pa lisen, shpesh herë më ka bon puna vaki. Kër këm dasht me dalën imam, edhe s'kum pas qerapa, edhe kër nuk këm pas qerapa, dikush pi plegjve, i ka hek qerapat, edhe ka thonë, hoxho bërën veshi. Edhe unë si gjali mirë i kum mor, i kum vesh. S'kum bon polemik. Për shka? Për atë asyje sa aj e ka në bindjen e vete që imami nuk ban me dal pa qerap. Nuk përduh me këshilu e afëzin ton, po përduh me kalzu një dert tonin. Për shka? E ka aj bindjen, apëton. Edhe atë bindjen e ka pi hoxëllarëve të cilët ja kanë mjell atë bindje. E na që tahi gjematit ton du të mja mjellët një bindje tjetër, qka është ajo? Që kur ta falë në namazin me falë ka dal. Jo me falë shpet. Po me falë që ashtu që ka falë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me shokët e vet, nëse dojna me pas namaz. Ama nëse dojna me bon fiskulturë, mos me pas namaz, atëherë mujna do thotë me falë çish kina qef. Për shkak kjo, për atë arsye se namazi është shtylla kryesore e dinit ton islam. Shtylla kryesore e dinit ton islam.